No më çabo, çfarë menimi keni për atë satelitin që është sipër kokës tuaj gjatë gjithë kohës, ë? Ha më burra kam fjalën për atë satelitin që është në hapësirë, që nëse do më marr plakën tate nga 21 deri në rrugë Kavajës në telefon, sinjali shkon në hapësirë, pastaj shkon në rrugë Kavajës. A jeni sigurt që jetoni jetën sikur po vëzhgoni gjatë gjithë kohës? Se po vëzhgoni. Fjalia që ta plaka jote ty në telefon, kujdes rrugës, ma mos pish shumë te parti. Atë fjali jo vetëm që e kanë gjuhë sateliti, pa kanë gjuhë gjysmë sekondi para teje. Ndryshe nuk do të vite sinjali te ti. Nga sateliti vjen sinjali. Pyetja e Lin tash, nuk mendoni se e kanë bërë me kamerë një mënyrë këtë gjë që mund t'ju shohin nga kamera ku jeni gjatë gjithë kohës. Në fakt, kemi provat që po përdorin dhe konceptin e kamerave, sa shumë bëjmë parashikimin e motit. Kështu që nëse ti i vëzhguar dhe i përgjuar gjatë gjithë kohës që je, atëherë lindi pyetje shumë e bukur. Pse nuk i kapim dot kriminalët? Me këtë logjik, sateliti që keni sipër kokës di gjithçka gjatë gjithë kohës, që i di. Kështu që ja nuk di gjatë gjithë kohës dhe ku është kriminali. A nuk supozohet të ketë një uri ku është pa për herë të fundit ky person për shkakun, nëse po e kërkojmë nga përgjimi i telefonatave. Ka kriminale që janë më vërtet kriminale kundër sistemit dhe sistemi i intereson ti kapi. Ka pastaj edhe kriminale të tjerë, për shkakun një person që bën një grabitje dhe pastaj një vrasje. Në sy të tyre është thjesht një miq që po bën një grabitje dhe një vrasje kundër një miu tjetër. Kujtoni se i plas, ndërsa në raste si për shkakun Osama bin Laden, ta marrim si shembull si çuni i keq më vërtet, ta marrim si të mirëqen. Në rastet e tij, nëse ka dashur më vërtet, ka pas më vërtet dëshirë sistemi me kap këtë person, thjesht mund të përdorin satelitët dhe pastaj t'ia vënë kreditin ushtrisë amerikane. Shisa pinon ti kemi ushtrinë amerikane. E gjetën dhe e kapën. Me pak fjalë nuk mund të japim prova që po përdorin satelitin me kap kriminale, sa ashtu kanë dhënë prova që po përdorin satelitin me pa ty ndërkohë që po dush. Gjithçka që thon mund dhe të përdoret kundër teje në gjykatë, përfshi dhe gjithçka që ka kap sateliti kundër teje. Big Brother po i vëzhgon.